jemi përsëri në kuzhinë, vazhdojmë me suflen. Tregojmë pak përbërësi se çfarë ju duhet për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire me dardhë. Përveç se dardhës, të cilën e qëroni e prisni në feta, ka dhe të tjerë përbërës, shojmë pak recetën tonë të shkruar dhe nisim me njerë me përgatitjen e saj, ndjekim hapasapi me kujdes gjithë procesin e punës. Ju duhet 2 lugë gjelle gjalp ose margarin, 4-5 dardha të mëdha, gjysmë filxhani sheqer, limon, 2 lugë gjelle lëng limoni, 4 të verdha vezësh, 3 lugë çaj niseshte misri, gjysmë filxhani krem qumshti, 1 lugë çaj lëkur limoni e grirë, pak vanilje, 4 të bardha vezësh dhe pak sheqer, 1/4 e filxhanit me të cilët keni matur masat e tjera më lartë. Kjo është pra përbërja e sufles me dardha. Shojmë tani procesin hapasapi. Pra, shtova gjalpin, si kurse dhe masën e sheqerit, derisa të shkrihet. Dhe derisa të shkrihet, unë kam të bardhat e vezëve, si kurse dhe të verdhat. 4 të bardha, 4 të verdha vezësh, o Vital. I kam të përgjysmuara. I rrah. A e thash se thash, i rrah derisa i nxjerr shkumën e bardhë. Derisa ajo shkuma mos bjerë fare, ajo reja. Pra krijojmë atë marengën, kjo është hapi parë, të bardhat e vezëve, të kthejmë në marengë. Sheqerin me gjalpin e karamelizojmë. Në fillim fare, e çon në nivelin e ullët dhe më pas tek niveli i lartë duke e ndihmuar me pak fare krip. Patjetër që fillon edhe shkrihet edhe sheqeri. Do të verdha do rjen pastaj më pas. Po. Derisa mua faktikisht më pëlqen të them ajo shkuma alpine, ajo e borës, sepse e tillë është. Falë ndarjes së mirë të bardhës nga e verdha, sepse nëse bie pak e verdha, ajo nuk formohet, e çuditshme. Dhe ju e dini shumë mirë, se duhet edhe ta them, ju e dini shumë mirë, nëse bjen ajo e verdha, normalisht që e prish, por duhet edhe veza e freskët, që ajo e verdha mos të bie tek e bardha. Hop! E qepa. Dhe po mos të ndodhte ky proces, sepse ju kërkojmë ndjes tani për zhurmën, nuk mund të realizohet sufleja, kështu që është domosdoshme të krijohet kjo reja e bardhë. E lë pak sa të më pushoj. Dhe derisa shiko, ja. Karamelizohet sheqeri. Karamelizim të duhur. Po të duam ne e kalojmë në tavë, po të duam e bëjmë, e lëmë edhe në tigan.
Pra ka dy mënyra. Normalisht të dardhët, ja, do ta ullë nxehtësin dhe do ta lë të tillë, ja. Gjë që ato ngjiten me sheqerin. Filloj sërish. Në momentin që helikat ose fikat e mikserit fillon edhe lëshojnë gjurmët e tyre, do të thotë që është gati. Ja. Krijua dhe masa, tani tek të verdha s'është problem se thjesht një shpërbërje duhet. Sheqeri e çel ngjyrën, e bën ngjyrën më të hapur. Pakës qumësh ose krem qumshti. Ullë nivelin e rahjeve. Jo dhe fare. Nisë shte. E largoj. Janë punuar mirë të dyja krahët. Beza e bardhët edhe e verdha. Dhe pa tjetër që marë. Dhe tani mbetet që ti kremi është më i hapur nga sheqeri dhe nga plurat. Shtoj pak limon. Dhe e lë të tillë që të jetë kjo masë e gjitha do të kaloj ja, pra një masë që nuk bie nga volumi, sepse nuk e lejon as marenga, po edhe trazimi me butësi nga vendosa poshtë 20 shten. lart. E dim shumë mirë që 20 shten e përdorim për salcat e holla me delikates. Nuk përdorim miellin në salca, përdoret 20 shteja. Rispak volumin. Karamelizimi duhet derisa të erësohet komplet sheqeri dhe po ashtu të zbuten edhe mbi të edhe dardhat. Përpara se të bashkohet me pjesën tjetër të kremit. E bashkojmë masën dhe jemi drejt përfundimit të sufles me dardha. Dhe i largoj dhe e lë në terezin e saj të bëhet duke vendosur edhe kapakun. Një nxehtësi të ullët minimum dhe suflea përfundoi këtu.